Profeti alayhi salatu wassalam na ka treguar në një hadith tjetër kur thotë se në ditën e Kiametit njerëzit kur dalin para Zotit, pyetja e parë që do t'i bëhet është namazi. Kurse me një transmetim tjetër, kur njeriu do të futet në varr, pyetja e parë që do t'i bëhet, a e ke fal namazin? Pra që do të thotë se çdo kush nëse dëshiron që t'i japi përgjigje kësaj pyetje, t'i japi sot që i ka mundësi, dhe jo nesër që i kur nuk do të ketë më mundësi kur dali para Zotit ti, nëse ai nuk është falur. Pra, këshilla e fundit që pati profeti alayhi salatu wassalam për ummetin e tij dhe për besimtarët, kjo ishte. Para se profeti alayhi salatu wassalam të ndronte jetë, fjalët e fundit ti ishin as-salah wa ma malakat aymanukum. Namazin, faleni namazin, kur mos e braktisni atë. Fjalët e fundit profetit alayhi salatu wassalam para se të ndash nga kjo botë, këto ishin këshillat e fundit, për treguar vlerën e madhe që mbart dhe që ka ky adhurim. Për këtë arsye, Allahu i lartë madhëruar kur e ngjiti profetin alayhi salatu wassalam në natën e Miraxhit, ka i logjik për treguar vlerën e jashtëzakonshme që ka ky namaz, ky adhurim. Për këtë arsye muslimani duhet që në këto ngjarje të reflektoj, duke mos i braktisur kurrë namazet dhe duke qenë gjatë gjithë kohës në lidhje me Zotin e tij, sepse namazi është një nga elementët që e lidh njeriu me Zotin. Nëse nuk e fal namazin, do të thotë ke shkëputur lidhjet me Zotin tënd.